Për disa vite radhës, Stefan Strazimiri, drejtuesi i kësaj kompanie, ka udhëtuar drejt Kinës bashkë me sipërmarrës të tjerë, ku kanë ekspozuar prodhimet shqiptare dhe kanë marrë një përvojë të vyer në organizimin e panajirëve. Ai e vlerëson bashkëpunimin me organizatorët e panajirit të Ningvos mjaft të dobishëm. Në këtë edicion në mënyrë të veçantë, jemi përpjekur, nuk e di se kemi arritur patjetër, që të bashkojmë përvojën që kemi kaq vite që organizojmë këtë panajir me energjinë dhe risitë që sjell brezëri. Mendojmë se kemi arritur diçka, patjetër në të ardhmen do të jetë akoma më lart niveli i këtij panajiri. Kjo pjesëmarrje e firmave të huaja tregon që operatorët e kësaj fushë shikojnë një rritje të turizmit në Shqipëri. Ndaj janë të interesuar për të qenë prezent me produktet dhe shërbimet e tyre në tregun e turizmit shqiptar. Si u lini ideja për të promovuar kompanitë shqiptare? Është një eksperiencë që ka filluar një dekadë më parë. Ideja në fakt lindi si një nevojë personale. Para shumë vite duke jetuar jashtë Shqipërisë, solla disa produkte të cilat ishin për veprimtarinë e hotelerive. Dhe natyrisht fillova duke takuar klientët një nga një. Dhe më duhej një organizim që unë t'i ekspozoja dhe të vinin klientët të shikonin. Në atë kohë mora pjesë në një panajir diku që në 2005 dhe pastaj më mbrapa me kthimin në Shqipëri, u mundohej që përvojën e marrë në shtetet e huaja ta sjell dhe ta përshtas në kushtet e Shqipërisë. Kam qenë atëherë me një partner tjetër, e filluam së bashku të punë, pastaj rrugët tona u ndan, por kjo ishte si fillim si nevojë vetjake. Dhe pastaj duke parë që tregu shqiptar e kishte mangësi këtë panajir, duke parë në përbot, duke kemi shkuar, kemi vizituar panajire të ngjashme, sepse me këtë emër, panajir Horeka, ekziston panajir në vendet rreth Shqipërisë. Kemi qenë aty për të parë mënyrën e organizimit të këtyre panajireve, për të parë kategoritë të cilat mund të marrin pjesë në panajir dhe kryesore për të parë target grupin e vizitorëve. Dhe këtë përvojë ne e solëm në Shqipëri dhe mundohemi vit pas viti ta përmirësojmë gjithë aktivitet.